Jam Mirjeta. Mirjeta Miftar Shejut. Kam babën e 2 vllazën tupën. Njërin e kemi gjetë voglin. Ata 2 janë të pagjetur hala. Sa do të thotë për juve këtë? Për ne, mazi mos ka ku me shku. Mos mi pas ta për mi të tu, mos mi gjetë, hala ku falë më. S'ka ma keq. A keni vllazën tjerë? Jo, s'kemi, jemi vish 5 motra dhe në gjikë vllavit e kemi. Është vlla ju, po? Gjalla, po? Ja. Sa vjetë ka qenë kur ka? 25 vjetë. Sa i keni të zonë? Për burën me 2 djemë. Keni djemë tjërë? Po, dhe një janë, vogël e kom pas. Sa është rëndë për ju? Këtu jemi sot për përvjetorin 26 marsit 99, kështu që këtu kemi krahun e djathtë e kam babën, krahun e majt vllahun e tretë, kurse vllahun e dytë e kam të pagjetur. Kështu që në këtë datë në mesin e 113 janë edhe familjarët e mi. Po, për personin ndoshta jam një ndër ata që nuk i kam rënë dorë të forcave policore, ushtarake apo banorëve të fshatit Krushe Vogël, kam qëndru në pyje unë dhe një person tjetër. Atë ditë nuk kemi vrejtë, të shtona ka pas shumë, por nuk kemi vrejtë se që ka ndodhë. Të nesërmë në mëngjes jemi taku me 2 persona, Agim Aslanin, Lutfi Ramadanit, të cilët kishin dalë nga masakra. Ata më njoftuan se për masakrën e Krushës Vogël se që ka ndodhë për banorët e fshatit Krushe Vogël. Kështu që për 9 ditë ishim pa bukë në mbi fshat, pastaj kemi dalë në territorin e Hasit në fshatin Bregdërin, aty në një familje e cila një njohte na dha bukë pas ditën e 9, na dha vezë, suxhuk, bukë, djathë të tjera, kështu që kemi përjetuar një tmerr. Pa u bën 24 orë, më me thonë 5-16 orë ishte nga momenti i masakrës Krushe Vogël, në orët e para të mëngjesit, në ora 7, i takuam 2 persona, kishin qenë të tmerruar prej që kishin dalë prej masakrës, i pash nga larg, i thirra dhe mu afru Lutfi Ramadani me krahun dorën e djathtë mas gjati, se dorën e djathtë kishte të djegur në masakër, kështu dhe aty më ngushtoi për babën, vëllezërit dhe kushrinjt. Dhe gjithë fshatin tha që fshati Krushe Vogël mbaroi me sot.